Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku çokoladë në kushte shtëpie. Kur të shikoni procesin, do e kuptoni se sa kollaj do e bëni dhe se sa e mirë del në fund. Ka një shije shumë të mirë, madje nëse do përdorni përbërës që janë të shëndetshëm, fare mirë çokoladën mund ta bëni vetë në shtëpi dhe t'ua jepni fëmijëve pa merak. Sot do të bëjmë çokoladë të bardhë dhe çokoladë të zezë. Ju si do doni mund të provoni vetëm një version, nëse doni mund të përgatisni vetëm një nga llojet e çokoladës, ose çokoladën e bardhë, ose çokoladën e zezë. Në fillim do përgatisim çokoladën e bardhë. Ju duhet një mikser si fillim dhe tani do t'ju tregoj edhe përbërësit e tjerë. Për këtë recetë do përdorim sheqer pluhur, qumësht pluhur dhe vaj kokosi. Në mikser do hedhim 4 lugë gjelle sheqer pluhur, të cilin unë e kam përgatitur në shtëpi dhe recetën e kam postuar kohë më parë në kanalin tim. Do shtojmë gjithashtu edhe 6 lugë gjelle me qumësht pluhur, të cilin unë e ble tek dyqane turke ose arabe, por mendoj se i gjeni kudo në çdo supermarket. Dhe do shtojmë në fund edhe 5 lugë gjelle me vaj kokosi. Edhe vaj kokosi gjeni kudo në supermarket, pasi tani ka hyrë kudo në përdorim. Më pas, mikserin do e vendosim në punë, duke e rrahur masën e çokoladës së bardhë për 20 sekonda, dhe më pas e fikim mikserin dhe e rrahim sërish masën e çokoladës edhe për 20 sekonda të tjera. Kështu do vazhdojmë të rrahim masën e çokoladës së bardhë për 2 minuta në total, por duke e fikur mikserin her pas here në mënyrë që masa e çokoladës të rrihet mirë dhe makineria të mos prishet. Kur ju thash në fillim që mund ta bëni edhe me përbërës të shëndetshëm, e kisha fjalën që në vend të sheqerit, nëse doni mund të përdorni mjalt. Vetëm se në shije sigurisht, kur të hani çokoladën, do e ndjeni dhe shijen e mjaltit. Ose mund të përdorni sheqer tjetër që përdoret zakonisht në recetat dietike. Gjithashtu, nëse nuk e gjeni dot vajin e kokosit ose nuk e përdorni, fare mirë mund ta zëvendësoni me vaj ulliri ose vaj tjetër, por nëse keni mundësi të gjeni vaj kokosi, do jetë edhe më mirë akoma. Nëse gjatë kohës që e përzieni masën, shikoni që çokolada e bardhë ka nevojë për pak më shumë vaj, ja shtoni atë gradualisht gjatë kohës që po e rrihni. Rëndësi ka që masa që të përzierjes të përzihet mirë dhe në fund masa e sheqerit pluhur dhe qumshti pluhur të tretet mirë. Do e përzieni vazhdimisht derisa masa në fund të mos ndihet sikur ka kokriza. Prandaj her pas here gjatë kohës që jeni duke e rrahur, mund ta provoni me një lugë dhe nëse e ndjeni në gojë që masa ka kokriza, atëherë rrini dhe pak më shumë. Kur mendoni që masa është rrahur siç duhet, tani është gati që masën e çokoladës ta hedhim në një nga format për çokolata. Unë i kam bler këto forma në internet, këto janë të gatshme për çokolata, por nëse ju nuk keni si këto masa, fare mirë çokoladën që përgatitët, mund ta hidhni në forma plastike, në gota plastike, pra në ato forma që ju keni në shtëpi, ose edhe në format që përdorni për akullore. Nëse e hidhni në gota plastike, fare kollaj, pasi e ngrini, mund ta prisni atë në format që dëshironi. Më pas masën e çokoladës e vendosim në frigorifer dhe e lëm të ngurësohet edhe pas disa orësh mund ta konsumoni. Unë do ju tregoj edhe procesin për përgatitjen e çokoladës së zezë edhe në fund do ua tregoj se si duken çokoladat pasi masat janë ngurtësuar. Për çokoladën e zezë do përdorim të njëjtën procedurë siç përgatitëm çokoladën e bardhë. Për çokoladën e zezë do përdorim 4 lugë gjelle kakao, 2 lugë gjelle me qumësht pluhur dhe 4 lugë gjelle me sheqer pluhur. I hedhim përbërësit në mikser dhe i rrahim mirë. Gjatë kohës që i përzjeva çokoladën e bardhë dhe të zezë, kuptova që çokolada e zezë duhet të rrihet më shumë se sa masa e çokoladës së bardhë. Pasi masa e çokoladës së bardhë u përzje më mirë dhe më shpejt. Ndërsa masa e çokoladës së zezë, gjatë kohës që e përzjeja, vura re që kokrizat e saj doni më shumë kohë që të përzjeheshin dhe që të treteshin. Prandaj nëse masën e çokoladës së bardhë e rraham në total për 2 minuta, për çokoladën e zezë do e rrahim për më shumë se sa 2 minuta.
Më pas masën e çokoladës së zezë e hedhim tek forma e çokoladës dhe e fusim në frigorifer. Unë si që thash, nëse nuk keni si këto forma, fare mirë mund ta hidhni dhe në enë plastike, në përgoda të ndryshme ose forma të tjera plastike që keni në shtëpi. Nëse këto forma janë të mëdha, atëherë shumë mirë, masën e çokoladës pasi është ngurtësuar, mund ta prisni në format që dëshironi, madje mund ta prisni edhe në forma katrore, si kjo që unë kam përdorur. Pasi kemi vendosur çokoladat në frigorifer për disa orë, tani është gati që t'i nxjerrim dhe t'i shikoni se si janë. Do shikoni dhe vetë që këto çokolada në pamje nuk kanë asnjë dallim nga ato që janë të gatshme, por edhe në shije janë shumë të mira. Ne në familje na pëlqeu shumë çokolada e bardhë. Këto çokolada që do të bëni mund të përdorni fare mirë edhe për ëmbëlsira të ndryshme. Unë do rekomandoja që t'i përgatisni vetë në familjet tuaja sa herë të keni mundësi dhe në këtë mënyrë edhe fëmijët do t'i konsumojnë pa problem. Nëse u duket shumë sheqer që unë kam përdorur, ju sigurisht në shtëpitë tuaja mund t'i hidhni më pak sheqer nga kjo që unë kam përdorur në video, por gjithashtu siç u thash, në vend të sheqerit mund të përdorni mjalt ose mund të përdorni lloje të tjera sheqeri, të cilat janë edhe të shëndetshme. Nëse ju do vendosin ta bëni vetë çokoladën në shtëpi, tani fare mirë edhe fëmijët mund ta konsumojnë pa problem, edhe në këtë mënyrë nuk keni përse të shqetësoheni më kur fëmijët tuaj konsumojnë çokoladë. Nëse u pëlqeu kjo video, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mund të komentoni poshtë videove të mia, si dhe të më ndiqni në Instagram duke më kërkuar me të njëjtin emër si në YouTube, Rajana Kitchen. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Ju uroj të gjithëve ditë sa më të bukura pranë familjarëve tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.